Ledio, plasë që i fabullën e dytë me kullë, në shumë do ketë muzikë? Bravo. Këtu, jo, vazhdojnë që i muzikën, jemi këtu, jemi live, ora në këto momente është 21-24 minuta, duhet të kujtoj të gjithë se në orën 10:00, pra në orën 22:00, vjen në studio Arlind Qori me dy miqtë e mi, gazetar përballë. Arlind Qori do visonte për një lajm ekskluziv, që do e kemi vetëm ne, Zonë e Lirë. Vetëm pak orë më parë, Arlind Qori u shpall, nga pas mbledhja që bëri partia e tij, Lëvizja Bashk, kandidati i Lëvizjes Bashk për Tiranën, për zgjedhjet e Tiranës dhe disa qyteteve tjera, që do të zhvillohen në datën 9 apo 6 nëntor. Në 9 nëntor në Shqipëri, zgjedhje të pjesshme të parakoshme në 6 bashki. Sigurisht gjithë vëmendja është e Tirana, sepse ka mbi 1 milion banor. Pas shkarkimit të Erion Veliajt, pas vendosjes nga ana e Ramsit 4 të thuaje Manastirliut, Qori shpallet kandidati, rivali i parë të paktën me emër dhe kjo do bëhet sonte në Zonë e Lirë. Lëvizja e tij Bashk e ka vendosur, pas pak Qori në studio, në orën 22:00. Shikoni fabullën e dytë në ekran, reja ku është, a duhet shkarkuar Erion Veliaj. Kulla, vetëm 10 minuta do rrim me këtë histori, le të kujtojmë që vetëm pak ditë më parë ai u shkarkuar nga Këshilli Bashkiak. Në fakt gjërat ecën në mënyrë shumë të shpejtë, që pas daljes së Ramsit në atë takimin e famshëm që u bë, ku se çfarë ishte i takimi me partinë e vet, duket se ishte në asamblen. Tha duhet zgjedhur më në fund ta Tirana s'mund të ri pa këtë. Erion Veliaj vet e ka ankimuar në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese ka pranuar ta marrë ta shqyrtojë çështjen, e quan antikushtetuese avokatët e tij, shkarkimin, ai ishte i zgjedhur nga populli. Pyetja ime e parë është, a duhet shkarkuar Erion Veliaj, po apo jo kulla? Apo duhet pritur derisa të vendosë apeli? Ka një proces që nuk është duhet shpjegu, se nuk mund të them po apo jo pa dhënë shpjegimin. Se ka 3 lloj gjëra që kanë ndodhur në këtë gjë. E para, shkarkimi politik nga partia, pra vendimarrja e partisë që ti e përmende në asamble, që me Erion Veliajin që ndodhet në burgun e Durrësit, praktikisht Partia Socialiste ka bërë një divorc. Ky në rrugë të vetë, edhe këta në rrugë të vetë. Dhe këtë e shpreh nëpërmjet kërkesës për të bërë zgjedhjet parakoshme në Tiranë dhe për të emëruar një kryetare bashkie, e cila është aty, ka qenë drejtore e spitali, është antare kryesie, ka qenë ministre e shëndetësisë, ministre e arsimit, pra është një njeri kuotuar që e kanë çuar aty, por duhet thënë se edhe nëse kjo gjë do të ndodhë, domethënë në nëntor, prap do të jetë kryetare bashkie 1 vit e 2-3 muaj, sepse pastaj do jenë zgjedhjet normale. Qartë. Pra kjo është pjesa politike. Është pjesa juridike. Po. Në pjesën juridike praktikisht Këshilli Bashkiak, që është ai që ka kompetencën, ka votuar me konsensus për DPS për shkarkimin e kryetarit bashkisë, me një justifikim që s'ka ku të qëndrojë, sepse thonë se s'ka ardhur në punë, ndërkohë që gjithë dinë se ku është i paraburgosur në burgun e Durrësit, dhe ata kanë bërë një gabim trashanik, nuk e di si e kanë bërë, sepse ai ka bërë një kërkesë me letër duke thënë unë duhet marr pjesë në zgjedhje, ai mund të merrte atje në mbledhje, po. Ai mund të merrte pjesë qoftë edhe ku me një lidhje Skype. Qartë. Burgu e tjerë, kupton? Dhe ata kanë refuzuar, ndërkohë që ata kanë po njëjtën drejt kushtetuese siç e ka edhe ai, sepse janë zgjedhur nga njëjti popull që ka zgjedhur Erion Velin kryetar, i ka zgjedhur këta antar Këshillit Bashkiak. Tu është lapsusi i parë. Dhe vim tek lapsus në thonjza, do të thënë. Po tu pra po themi gabimi teknik. Qartë. Duhet thënë Arian se ka rreth 1 muaj që Erion Veliaj nuk flet më, nuk shkruan më, vetëm flet me gjuhën e drunjë të avokatëve të tij. Pra, me ankimime edhe të... Para një jave, kështë thënë... Jo, po ta ndjekësh me... Ky është rrëfimi im i parë. Jo, po ta ndjekësh me kujdes, edhe aty fliste për atë çështjen me atë italianin. Po, pra. Edhe thosh, po, Erion Veliaj ka rreth 1 muaj, që Erion Veliaj flet vetëm me gjuhën. Dhe si e dekripton ti këtë çdo më thënë? Po them, pra, tu ka, pra, përveç procesit politik, Erion Veliaj ka vendosur të përdor një strategji tjetër, sepse Erion Veliaj është ai që ne kemi gjurë gjithmonë që të lëshonte 5 statuse në ditë, jo 1.
Dhe ai ka zgjedhur që të qëndrojë strikt pra mbrojtjes linjës të mbrojtësve të tij që ai gjendet përballë një persekutimi politik dhe juridik. Dhe çfarë ndodhi? Këta e çuan Këshillit Ministrave, Këshilli i Ministrave mori një VKM dhe ja çoi presidencës për të thënë që këtu kemi të bëjmë me... Ky është neni kushtetues, më duket. Po. Brenda 15 ditëve dhe në këtë rast vendimi i Këshillit Ministrave po pezullohet. Tani është shkruar te ne 115. Tani çfarë bën Këshilli i Ministrave? E bën shkarkimin dhe e çon vakancën në presidencë. Vakancë për ta se kuptojnë? Është boshllëkun, që ekziston ky boshllëku siç ekziston në ato bashkitë e tjera. Arsyet pastaj janë të tjera pse si qysh tek qartësohen në ligj. Tani në gjithë këtë histori hyn në moment fundit zyra e presidentit të Republikës, e cila nuk është palë në këtë konflikt. Po se u akuzua dhe Begaj, po. Se palët në konflikt janë të tjera. Por në një anë, nëse shohim me kujdes, ajo që ka ndodhur është një gjë e cila i volit strategjisë të mbrojtjes së kryetarit të Bashkisë Tiranës Erion Velia, i cili thotë që mua nuk më është respektuar asnjë e drejtë, as e drejta e dëgjimit, se edhe Kadri Azbiun e ka dëgju, e çoi Enver Hoxha që ta dëgjonte kur do e shkarkonin atëherë, që kujtohet. Pra në mbledhjen e byros. Po, foli dhe ai, po. Pra, ai thotë mua s'më është respektuar asnjë e drejtë, sepse janë 3 kushtet në të cilat duhet o kur ai dënohet në formë përfundimtare, o kur jep dorëheqje, ose kur ka shkelje të rënda kushtetuese, të cilat nuk janë qartësuar se çdo të thotë shkelje rënd kushtetuese në rastin konkret, sepse mungesa mbi 3 muaj në vend e punës, e cila është e justifikuar sepse nuk e lë gjykata dhe prokuroria që të shkojnë në zyrë, varet se si do ta interpretosh shkelje të rënd kushtetuese. Dhe në këtë moment pastaj hyn pra ankimimi që bëjnë avokatët e Veliait në fillim për vendimin e Këshillit Ministrave dhe të Këshillit Bashkiak, dhe pastaj ankimimi i dytë që bëjmë për dekretin e presidentit. Dekreti i presidentit praktikisht vetëm shpall datën e zgjedhjeve. Hapa një çik ndërkohë, hapa po shihej aty. Vetëm shpall datën e zgjedhjeve. Tani ndodhemi në një konflikt juridik në të cilin Erion Veliaj, për mendimin tim, me ata avokatët e vetë, po bën saktësisht atë që i duhet, pra që të mbledhë sa më shumë fakte për të dëshmuar në Strasburg, ditën që do t'i vijë shkojnë në Strasburg, se sa shumë është persekutuar dhe nuk janë respektuar të drejtat si janë respektuar të tjerëve. Këtu përfundon pika e Veliajt. Pra, ai ka luftën e vetë juridike, është përqendruar aty dhe po ndjek atë luftë juridike. Kemi pjesën politike. Po, pjesën politike, këta që janë pushtet, sa po kanë marrë mandatën e 4, duan që të mos i kenë në përkëmë këto historitë me bashkitë e tjera, dhe të shkojnë ta marrin Bashkinë e Tiranës, të cilën ashtu kështu duhet thënë që në ditën që Veliaj u arrestu, pak ditë më vonë, vetë Rama, si kryetar partijës së kryeministrit, kujtohet shkoi mlodhin sheqin Skënderbej, mbajti atë fjalën e tjerë, pra e morin dorë Bashkinë e Tiranës. Ata që nuk i pëlqyen i hoqin nga atje, dhe tani ai po shkon të bëjë një betejë politike. Me opozitën, pa opozitën, se dhe këta të opozitës që bëjnë sigur i preu barku që shkarkuan Erion Veliajin, këta janë ata që votuan 100% për shkarkimin në Këshill, kupton? Qartë. S'mund do të dhe kundër, po nejse. Po, dhe tani kemi pjesën, po jo, nëse ke votu për ta shkarkuar, nuk mund të thush pse po e shkarkon këtë tjetri, kupton? E thush e ka fajin presidenti që po e shkarkon. Dhe tani kemi pjesën e luftës kushtetuese. I vetmi njeri, e vetmi zyra që nuk ishte në këtë konflikt pjesë, ishte zyra e presidentit të Republikës. Si thua, nuk mund të mos e firmoste Begaj, pra? Jo, unë mendoj që ai duhet të bënte një veprim tjetër, po ai e di pse e ka bërë, për mendimin tim. Bëhet fjalë për caktimin e datës së zgjedhjeve, apo jo? Po pra, po, për mendimin tim për Bashkinë e Tiranës, për mendimin tim ai kishte gjithë hapësirën, sepse është e paqartë për në kushtetutë kjo, çdo të thotë shkelje rënd kushtetutë. Po pse pritën pra vendimin e kushtetues? Po prit pra se vendimi i kushtetues mund të merret edhe 6 muaj dhe 9 muaj. Po ka një rrugë tjetër më të shkurtër, të cilën e ka ndjekur 5 herë presidenti Meta. Komisioni i Venecias. Mund t'i shkruan te Komisioni i Venecias, ata mbledhen çdo muaj atje, maksimumi kjo punë mund të zgjasë. Një muaj ti thoshte si se ne kushtetutën, këtë kushtetutë që kemi me Komisionin e Venecias e kemi bërë. Dhe mund t'i thoshte, më falni, si shpjegohet në këto raste, pra kur quhet shkelje rënd kushtetuese ose kur quhet më shumë se jo pjesëmarrje, do merrte një shpjegim zakonisht në praktikën e mëparshme.
Komisioni Venecias i ka dhënë drejt gjithmonë Presidentit e Republikës. Por tashmë kjo gjë ka ndodhur dhe tashmë ne kemi një luftë juridike mes kryetarit bashkisë dhe zyrës Presidentit e Republikës, kryetarit bashkisë dhe Këshillit Ministrave dhe kryetarit bashkisë dhe Këshillit Bashkiak. Po nuk kemi luftë politike, kemi luftë të mirëfillt juridike. Aty ka dhe luftë politike, por është luftë të mirëfillt juridike. Pse? Sepse Këshilli Bashkiak të bën, merr vendime. Pastaj është i lishëm ai palishëm vendimi është një gjë që do shihet. Këshilli i Ministrave merr vendime, VKM gjithashtu dhe presidenti bën dekrete. Tashi ne do shohim në ditët, në javët e ardhshme, ne do shohim një luftë juridike që se kemi parë ndonjëherë dhe nuk e kemi përjetuar ndonjëherë në këto 35 vjet. S'ka ndodhur më përpara ndonjëherë. Çfarë parashikon pra të ndodhi? Unë parashikoj që ne do kemi deri në zgjedhjet e kur do jenë 2027-ën, zgjedhjet lokale, ne Bashkia e Tiranës do jetë me 2 kryetar bashkie, një në Burg apo Pse ti parashikon që kushtetuesi do japi drejt Veliajt? Jo, unë nuk parashikoj që kushtetuesja do të veprojë tani. Unë parashikoj që gjitha këto gjëra, kushtetuesja mund ta japi vendimin edhe pas 2027-s, do marrë kohën e vet që duhet. Por ajo që parashikoj unë është që Velia e kësaj gjëre duke marrë gjithë këto letra, gjithë këto pretendime për shkelje për drejtat e njerëzit e tjerë, ai do shkojë te Kongresi i Autoriteteve Lokale në Strasburg dhe në gjykatën e Strasburgut dhe nga aty do vi i fituar duke thënë ky është kërkimi im, ka qenë i palishëm dhe shteti shqiptar pastaj do duhet të paguajë atë për gjithë dëmet që janë bërë, sepse nëse nuk respektohen procedurat, siç thash në Këshillin Bashkiak mund t'i çonë një kamera me Skype që ai të fliste. Qartë. E deri në këtë dhe ne do shohim një luftë politike që se kemi parë ndonjëherë, nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë, e cila shoqërohet me një luftë juridike që gjithashtu se kemi parë. Kjo që thua ti propozon që Veliaj t'i futet një luftë të paparë me Ramsin, let me Ramsin 4. Kjo është një gjë tjetër, unë po flas për luftën juridike, sepse ai sot, nëse e rrezon në themel, pra në Strasburg gjithë, atij hapet shansi që të rrezojnë themel që nga fillimi gjithë procesin gjyqësor ndaj tij. Po Strasburg do marrë shumë vite. Jo, dhe ka nuk merr. Po ka gjasë tjetër edhe më shpejt se gjykata jonë kushtetuese për këto rast, sepse është një kryetar bashkie, është kryetari i bashkisë së kryeqytetit. Pra është proces kjo çështje, do vijojë debati. Me qëra fjala është ora 21.